Besimtarët ortodoks dhe qytetarët e Vlorës kanë marrë pjesë mbrëmjen e të premtes në ceremoninë e të premtes së madhe të shenjtë në procesionin e epitafit. Ashtu si kundër e do edhe tradita e përvitshme, epitafi ka dalë nga kisha e Shën Todrit në Vlorë rreth orës 19:30 minuta, duke dalë në rrugët e qytetit, shoqëruar nga shumë besimtarë. Edhe këtë vit ceremonia simbolike u shoqërua nga banda frymore. Epitafi ka përshkruar qendrën e qytetit të Vlorës, ndërsa atmosfera e përcjell ishte me mesazhe të paqes, besimit, shpresës dhe ringjalljes. Gjatë paradites së kësaj të shtune, në kishën e Shën Teodorit në Vlorë ka patur shumë besimtarë, të cilët kanë ndezur qirinj, por edhe lutje në prag të pashkve. Për televizionin 6+1 Vlora ata përcjellin mesazhe për paqe, dashuri dhe mirësi. Për Pashkën urimi është ky. Tek të gjithë njerëzit të jetë paqja, dashuria dhe respekti për njëri tjetrin. Faleminderit Zoare për shumë vjet, një vit i mbar. Bashkësi e mirësi gjithë popullit shqiptar. Gëzuare për shumë vjet. Por Pashkët jenë gjithë të lumtur. Atë Konstantin Prifti e vendosi theksin te Kreshma, e cila pastron shpirtin, por edhe i bën njerëzit më të mirë, të paqët dhe të drejtë. Neve, nëpërmjet veprave tona, edhe mëkateve, fjalëve dhe mendimeve tona e kemi ndarë veten nga Perëndia dhe prandaj kjo periudhë e Kreshmës ne na bën që të afrohemi tek Perëndia. Po si do të afrohemi Perëndia? Pra, të gjithë ne kemi lejuar krenarin, egon ton, zakonet e keqia dhe këto na çojnë larg udhës së Perëndisë.